Di që të thotë për shembull që unë do të ndryshoj formën të ndryshoj formën e protestave dhe formën e marrëdhënieve që ka ndërtuar opozita me qeverinë. Domethënë nuk ka kështu lëndë për të bërë besueshëm tek njerëzit domethënë që kanë kamët në tokë. Aty mund të shkojnë njerëz që janë dakord me Sali Berishën, por kjo nuk është ndonjë arsye e fortë për të bërë leadership mrapa. Shkojnë njerëz që janë dakord me moshën e doktorit. Ai s'mundi bën gjë moshës, ai ka moshën dhe e ka vitalitetin të tillë sa që rrin 6 orë para kamerave vendit. Ne lodhemi me gjysmë orë që vim këtu. Nuk është sfidë kjo. Duhet të jetë më i qartë. Unë ja them domethënë që nëse don që të krijojë një shenjë në televizje, duhet të krijojë domethënë disa arsye se pse ka marrë. Nëse është më i qartë dhe nëse e thot publikisht qëllimin e tij. Unë gjithmonë unë i bashkohem Partisë Demokratike. I bashkohen demokratët e pakënaqur? Do ketë rrjedhje? Ndoshta, po të jetë i qartë, edhe ndoshta. Domethënë po për pyetje domethënë unë jam gjithmonë i qendroj besnik Partisë Demokratike si forcë, sepse më duket sikur çdo vërejtje që ja bëj, më duket sikur bëj diçka për ta përmirësuar. Dhe lëvizja e Saliut më duket që sjell në dëm të madh në Partinë Demokratike. Salianit. Red. Na u kanë ngatruar Saliut. Këto takime do zbehen me kalimin e kohës apo do forcohen? Unë mendoj që ka një strategji gjëja nga pas që do të vi duke u qartësuar, duke u përgjigjur asaj që thot zoti Ahmetaj. Mendoj unë se duhet të kujtojmë që edhe zoti Berisha në fillim mas që mendohej që do të kandidonte. U desh kuvendi 11 dhjetorit, më pas kaluan 2-3 muaj që pastaj u materializua, le të themi, vullneti i zotit Berisha për të kandiduar. Duhet parë, unë e shoh krejt normale, nuk kuptoj këtë frikën e Partisë Demokratike për të përballur me terren, për të përballur me ndryshimin, apo qoftë edhe për ta përqafuar atë. Sepse thash... Nuk konsiderohet një lëvizje mendimit ndryshe? Për mua... Ervin Saliani me qëndrimin e tij dje në Lezhë do të mbeten Partinë Demokratike. Është brenda Partisë Demokratike, është në drejtën. Mendosh ndryshe brenda një partie është normale. Dhe lëvizje ndryshe brenda Partisë Demokratike është e sankcionuar edhe në statut, mund të mendosh ndryshe. Nuk e pranon këtë leadershipi. Për këtë e kemi fjalën prej, për këtë po vuajmë, po kemi sepse në fakt ka një prioritet jashtëzakonshëm në Shqipëri për të rrëzuar këtë qeveri. Dhe prioriteti i çdo njerit nga mëngjesi deri në darkë, atyre që mendojnë që janë pjesë e opozitës, duhet të jetë si të japim kontribut për të rrëzuar këtë qeveri. Pastaj kthehemi te shtëpia jonë. Unë nuk dyshoj që po ta rrëzojmë të qeveri do të rregullohet, do të bëhet e mirë Partia Demokratike, më mirë se ç'është. Pra ama prioriteteve për çdo demokrat, për çdo opozitar, për çdo njeri të prekur nga kjo qeverisë gjatë tyre 12 viteve, 13 viteve, për çdo socialist që është i pezmatuar, është i prezumuar nga puna. Unë di me 10 njerëz në administratën publike që nuk shkojnë ose shkojnë punë dhe e mbyllin kompjuterin dhe nuk firmosin. Domethënë është pezulluar puna në administratën e shtetit. Ti ku do të shkosh thonë s'punon sistemi, s'punon kjo, s'punon ajo. Shkon me pagu telefonin, s'punon sistemi. Shkon në bankë, s'punon sistemi. Shkon kudo, s'punon sistemi, sepse kurora e artë e Edi Ramës, ajo Akshi, dilla, që në Angeli Shtazan me 83 dobiç, se kopila fjale e keqe, në Angeli Shtazan, ajo dështoj me turp, jo vetëm për atë, po për ne, se ne të gjithë veprimtarinë e kishim në telefon për zgjidhur problemet. Tash telefonin tonë e ka Ergyes Agas dhe ja ka dhënë gjithë rrugatëve të botës. Kjo është duhet të jetë ajo prioriteti. Data 24 të jetë prioriteti çdo shqiptari për të vazhduar, jo për të dalë në sheshe ditë për të ikë në shtëpi, për të vazhduar deri në rrëzimin e qeverisë. Se ne politikën e shohim nga jashtë, nuk kemi pjesë. Nuk kemi pjesë e saj, e partive. Po, kështu që në një këndvështrim nga jashtë, si e sheh këtë vit politik? Për mazhorancën dhe për opozitën. Duhet parë, janë shumë të rëndësishme, shumë i rëndësishme vendimi i gjykatës kushtetuese në datën 22. Është shumë i rëndësishëm fakti që
nëse Partia Demokratike, nëse Rama do ta dorëzoj apo jo imunitetin e Ballukut. Gjithashtu është i rëndësishëm edhe fakti që sa Partia Demokratike do të rrisi intensitetin dhe shpejtësinë e aksionit. Nuk e ka luksin Partia Demokratike të... Pra vera nuk e gjen Rama në pushtet. Nuk e ka luksin, e kam dëgjuar si variant, mund të jetë ashtu, po kjo është jo për merit Partisë Demokratike, do jetë për merit SPAK-ut, besoj Bistim. Kjo është për merit të gjithë faktorëve, se unë thash përpara që s'është detyra e Partisë Demokratike ta furnizojë SPAK-un me lanë të parë, por e ka furnizuar në mënyrë sistematike. Dhe SPAK-u thjesht po ta bëj detyrën, Edi Rama shkon me 2 duar të dorëzohet vetë, thotë faleminderit. Kështu që Partia Demokratike në këtë, thash, me këtë shpejtësi që ka, me këtë mungesë reflektimi që ka në raport me atë që bashkëpunëtorët më të afërt zotit Berisha vazhdimisht i kam dëgjuar nëpër media të shprehin, madje edhe nëpër foltorët e vet zotit Berisha ka qytetarë që ja kërkojnë ndryshimin e të paktën të ekipit. Mendoj që këto janë faktorë që do përcaktojnë se si do jetë ky vit parlamentar. Pra, çfarë do bëj Rama me Ballukun, është shumë e rëndësishme, dhe si do ta menaxhojë opozita vendimin e Ramës në lidhje me Ballukun. Kjo është... Që mbeten të shihen. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të jeni në studio për diskutuar për politikën e ditës.